Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh me vetë Edi Ramën, i cili duket se së fundmi nuk i ka punën aq mirë, nisur edhe nga ndryshimet që bëri së fundmi në qeveri. Po çfarë po ndodh me vetë Edi Ramën dhe apo shkon vetë Edi Rama drejt fundit të tij në qeveri, teksa edhe ditën e sotme e ka shfryrë gjithë dufin duke shkarkuar drejtorin e policisë shtetit Ilir Prodën. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë po ndodh me vetë Edi Ramën, i cili duket se prej kohësh e ka humbur qetësinë dhe këtë gjë reflektoi edhe në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku bëri edhe ndryshimet në qeveri. Në grupin parlamentar të hajdutëve dhe të idiotëve që ka futur në parlament të ajo të Partisë Socialiste. S'ka më Partisë Socialiste. Por megjithatë është në ditë të fundit, është në grakmat e fundit, nuk diskutohet. Maksimumi 25 mars i mbyll kapitullin e këtij njeriu që ka humbur gjithçka. Jo se kishte për të humbur, po doli lakuriq ashtu siç doli origjinal. Unë sot dëgjova një bisedë telefonike që ka bërë me një banor të Tragjasit në Vlorë dhe por ai gjithçka, po vetëm njeri nuk është. Ai gjithçka është dy këmbësh, po njeri nuk është. Se nuk flet kryeministri një vendi ashtu siç flet ai me atë fjalor që flet ai. Dhe nuk mund të quaj një fshat të tërë ai me të meta mendore. Edhe pse në një moment të caktuar për dhe veten e tij aty që gjasme dhe ai është me probleme. Zotri Edi Rama po i ban pushtetin vetëm se nuk ka kush ta rrëzojë nga pushteti, që ta dini ta di shqiptarët. Nuk ka kush e rrëzon nga pushteti. Se kush do vi, ka ngelur Shqipëria është të sjellë në mënyrë të tillë nga iluminati dhe nga masonët në ata që eksperimentojnë e kanë kthyer në kavje Shqipërinë, e kanë sjellë situatën në një mënyrë të tillë që në politikë në Shqipëri merren vetëm rrugëçrit, spionët, banditët, gënjeshtarët, hajdutët, lumi i shoqërisë. Dhe ai përfiton nga ky rast dhe është në krye të shtetit të qeverisë akoma. Po sa i përket rastit të drejtorit policisë shtetit Ilir Prodës, të cilin e shkarkoi ditën e sotme, duke qenë se sipas burimeve nga kryeministria BE ditur se ai nuk kishte administruar si duhet protestën e opozitës, ku militant Partisë Demokratike goditën me molotov edhe ish vilën e diktatorit Enver Hoxha. Në këtë rast Edi Ramës ju dhim s'ka shumë vila ish diktatorit? Shiko, në radhë parë njerë duhet të thënë që dhe ta dëgjoj Iliri, unë e urova, i thash të qyrë që sputove, i thash. I ka ndej nga jo ministri, nga jo drejtori. Sepse atje kushdo që vete, ikën i lerosur. Por nuk leroset vetë. I leros Edi Rama, i ndyn, i flik, i poshtron, i përdor dhe pasaj plak Sileck. Pra, Edi Rama e shkarkoi Ilir Prodën se nuk bëri gjasë me detyrën. Çfarë do të bëj Ilir Proda me 100 policë apo dhe me 1000 policë përpara një uragani popullor që ishin të paktën 5-6.000 vetë. Siç më thanë, nuk e di se unë nuk marr pjesë në këto lloj proteste, se nuk kam motiv që të marr pjesë në ato protesta. Nuk ka politike që të më përfaqësoj dhe unë të vetë ta mbështes. Por ai këtë punë ka bërë dhe këtë vazhdon të bëj. Po vetëm një gjë do ta them, se mos më vetet merak. Më ka ardhur shumë keq, më kanë shkuar lotët të rëke për Mamicën, që humbi Skënderbeu dhe që Skënderbeu e flaku si një do ta thosha se si e flaku, por nuk po e them për edukat. Po them e flaku si një leckë të përdorur. Dhe kjo tregon se çfarë njerëzish vaj në krye të punëve dhe cila pas ka qenë krye diplomatia shqiptare, o tempora o mores, o zoti madh ku jemi ka ta ndisur. Si ore humbi inteligjenca shqiptare që të vëri një ministër të jashtëm që të ketë lezet ta shohësh
Po vetë e vë çupërlinat që marrë nga rruga, po s'ka faj ai. Nuk ka kush, atë e mbajnë në krye, e kam thënë, e the prapë dhe do ta them gjithmonë, që atë e mbajnë në krye një grup banditësh, mashtruesish, hajdutësh, gangsterësh, spionësh, të pa karakter, të pa nder, të pa dignitet, sepse e ka ta ndisur vendin në mënyrë të tillë, në një situatë të tillë që nuk është më Shqipëri, ishte Shqipëri deri para ca vjetësh. Sa dolli rilindja komuniste në krye, Shqipëri s'ka më. Ai u ndrodh dhe për 30 akoma si ne përka në Shkop për të mos arrestuar Belinda Balluku. Deshi e shkarkoi Belinda Balluku. Deshi ju nështrua presionit perëndimor, të aleatëve tanë perëndimor, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe është i detyruar që deri në mendoj unë, deri në data 10-15 mars, ai duhet të jap dorëheqjen, do ta japi dorëheqjen, se s'ka nga vetë më, nuk lëviz më, nuk shtyhet më. Nuk mund të shtyhet më, zotëri. Po, kush do të detyroj që të jap dorëheqjen, sepse ai duket se ka pushtet absolut deri tani. Shiko, do të jatë dhe mund mekanizmin. Do të vej letra në shtëpi deputetëve të tij grupit parlamentar, do të vej letra në shtëpi të japin dorëheqjen. Dhe automatikisht bie ai pastaj. S'ka nevojë as për luftë, as për rëmuj, as për shet, as për çamata. Dish do të rrihet dorëheqjen, qërov. Kështu e shoh unë mekanizmin. Mund të ketë mekanizma të tjera, si për shembull Madurua. Ka dhe ashtu. Ose siç morën Thaçin në Kosovë, në Prishtinë, dhe ashtu ka. Po unë mendoj që këti do t'ja bëjnë but sepse shqiptarët janë ditallë, nuk ka ku vetëm më. Dhe nuk mund të lejohet një katrahur. Edhe këta që dollën me këto bombat molotov, këta pse bën ata? Po nuk vjen tur atyre pse jetën ato bombat molotov ku jeni? Është formë proteste. Është formë proteste. Po sa kemi një 12 vjet që ka protest. Pa kanë rrëzuar ata për gjatë 12 viteve. Urdhë? E kanë rrëzuar Edi Rama për gjatë 12 viteve, ashtu siç e rrëzonte Lulzim Basha. Po ku e kanë rrëzuar? Ai është pushtet. Po kështu thon ata pas çdo proteste, Edi Rama nuk është më kryeministër. Jo, po kanë Benjaminin e tyre. Kësaj radhe do jetë protesta më e fuqishme, do jetë protesta e pa parë ndonjëherë. Edhe Broçkulla janë të tëra mashtrime që ai ka që pa mend janë këta që i shkojnë pas Sali Berisë. Nuk e kuptojnë Sali Berisë e ka mbaruar edhe kërkon të shpëtojë veten. Dhe i vjen mbrapa, pse i vjen mbrapa? Sali Berisha e mban Edi Ramën në pushtet. Ku i kanë mendë kokës ata? Janë politikanë, o domethënë njerëz që merren vesh nga politika, ata që vjen mbrapa apo janë numëror topi që i marrin, u thonë, se do bëjmë gjiro bulevard dhe vend bulevard. Jo, zotëri. Dhe Edi Rama, lutem, Edi Rama e akuzoi protestuesit për sjellje vandale, kriminale e tjera. E harroi 21 janarin dhe atë ta u land ballën që hipi mbi kangjella dhe sulmoi policinë e shtetit. I harron ato shoku Edi. Kanë pa pyetyer më, ta bëjnë dobicin e ta lënë der. Prandaj po ptallen sepse janë të dy një lloj. Dhe kanë mashkove tashkova, ma hipe ta hipa. Kështu bëjnë me Sali Berishën, po Sali Berisha atë e mban pushtet. Dhe ka përgjegjësi politike, morale, qytetare, njerëzore që Sali Berisha nuk jep dorëheqjen dhe qëndron akoma me qëllim që të vazhdojë të qëndrojë dhe Edi Rama në pushtet. Në këtë rast, a e shpjegon, pra sipas argumentit tuaj, a e shpjegon në këtë rast se Berisha mban në pushtet Edi Ramën, nisur edhe nga rasti i asaj që po ndodh në Velipoj, ku opozita nuk duket gjëkundi atje, ku banorët janë duke mbrojtur me thoj pronën e tyre? Shumë kërkoke i nderuar gazetar, kërkoke shumë nga Berisha ti. Po Berisha është në tavë me atë oligarkun që kërkon të marrë tokat e atyre në Velipoj, me Bashkim Ulej. Berisha ka bizneset përbashkëta me të, ka kështu
kulla çfarë s'kan ndërtuar të tëra bashkë kanë bërë dhe nuk vete. Kaq gjë këta demokratët nuk e kuptojnë, nuk e shohin. Ata të rjollit çfarë janë ata? Serb janë apo shqiptar? Unë atyre u dërgoj një përshëndetje këtej se nuk kam mundësi të shkoj të vete atje të marr pjesë bashkë me ta në protestë, sepse kam punët e mia, por jam në çdo moment me ta bashkë. Dhe i përshëndes dhe i falenderoj dhe më ngjallën shpresën që malsorët e Shqipërisë pas kanë lënë pjellë mbrapa. Nuk u ka vajtur puna dhe gjaku i tyre që kanë derdhur në shekuj për mbrojtjen e trojve. Pas kanë lënë pasardhës. Dhe i falenderoj. Edhe gratë janë më trime se sa burrat e pjesës tjetër të Shqipërisë atje. Dhe gratë janë sokolesha dhe unë nga ekrani juaj i falenderoj, ju uroj një fitore sa më të shpejt, se ata në fakt nuk luftojnë me Bashkimullën. Ata luftojnë me drejtësi, ata luftojnë me Edi Ramën, direkt me Edi Ramën, direkt me Sali Berishën. Janë të dy bashkë atje që mbështesin Bashkimullën. Pra, aty po bëhet ajo katrahur edhe ajo poshtërsi që nuk ngrihet. Unë do të doja që t'u tregoja juve i nderuar gazetar një gen plan të cilin ata zyrat e hipotekës në Tiranë para ca vitesh e kanë falsifikuar dhe kanë quajtur pronën time, atje kanë quajtur pronë shtet. Pastaj u detyruan kur unë tregova origjinalin e quajtën e pranuan që ishte bërë gabim. Mirë po ai gabim që e bërë me usallar, me specialistë të hipotekës, që janë topograf, që din edhe që bëjnë skemat e pronave i bëjnë normale, do më thënë të ligjshme. Pra deri këtu arrin, kur e kanë bërë për atë pronën time atje, nuk do ta bëjnë për prona kaq të mëdha dhe për vende që krijojnë ngrënë resorte. Jo zotëri, jo. Atje janë të gjithë politikanët shqiptarë me Bashkim Ulaj, se të tëri ka ushqyer, i ka kuar Bashkim Ulaj, edhe po i konë natë ditë për ditë. Unë do të thoshe atyre policëve për privat, do të thoshe atë kënë kujdes, mos prekën popullin. E panë që populli është ngritur dhe ka urrëtie dhe ka në kundërshtim lidhje me atë që mbrojnë ata, t'japin dorëheqjen tikin. Nuk hanë ato lekë që u jep Bashkim Ulaj atje duke u përplasur nga qytetarët e Riollit. Se do përplasen dhe do ta marrën atë që kërkojnë, po që të vënë kurban për Bashkim Ulaj, qofshin ata që janë. Sa do që t'i paguaj Bashkim Ulaj. Pra tikin një orë parë të largohen andej, të mos përplasen me qytetarët, të mos godasin njeri dhe ndërkohë i bëjë thirrje policisë shtetit. Jeni kthyer në mbrojtës të hajdutëve. Jeni kthyer në armë në dorë të grabitësve, të pronave dhe të punëve të shqiptarëve. Hiqni dorë, zotëri, largohuni, jepni dorëheqjen, mos u përplasni me qytetarë shqiptarë, mos u përplasni me pronarët e tokave. Nuk kanë dalë ata, asë rëzojnë Saliun, asë rëzojnë Edi Ramën. Kanë dalë atje dhe mbrojt tokën e tyre, tokën e të parve të tyre. Toka mbrojt me të tëra mjetet, zotëri. Dhe unë se kuptoj, pse nuk vazhdojnë që t'i nxjerrin të tëra mjetet që mbrojnë toka. Si që mbrojtur historikisht. Madje ka pasur dhe ka pamje që kanë dalë ditën e sotme ku tregohen oficer të policisë veshur civil, të cilët kalojnë edhe kangjavat në shtëpitë e banorëve të Riollit, duke terrorizuar natën. Edi Rama, po themi, çfarë ka gjetur që ka shkuar në këtë pikë? Ndalojmë çik, i ka ardhur fundi, po më dëgjojnë çik mua. Kanë hyrë si hajdut, si kriminal, si vrasës, jo si policë të shtetit. Brenda shtëpia ka azil, zotëri. Trualli ka azil, nuk e prek dot. Kush je timur që hyn tjetër i dhunon shtëpinë? Po këta kanë mësuar se nuk ka hyrë gjëm në këmbë. Të njëjtën gjë bën 4 oficerë të policisë të Belenës para 4 vjetësh në Kurvelesh, të cilët janë në ndjekje penale sot që të 4, dhe që prokurorja kriminale bashkë me ta nuk i çon në gjykatë, që megjithëse ka urdhër nga gjykata e apelit, ka vendim që të studiohen, të thellohen hetimet. Pra, e kupton, ky e ka ngritur administratën me bazën e hajdutëve dhe të
dhe të krimit, nuk e ka ngritur administratën në bazë të ligjit. Kush je ti mor që shkon në mes të natës ose në mes ditës, shkon në shtëpinë e fshatarit, e qytetarit atë dhe i hyn në trollin e tij. Duhet të bëjnë mirë llogaritë ose zotëri, u them prapë policëve atë, o idiot, nuk jeni polici, jeni idiot që shkoni edhe hyni në shtëpinë e tjetrit. Me pa një vetëm prokuror, pa një vetëm gjykatër, ku shkoni? Ku shkojnë? Si marrë vesh ku shkojnë, po i pyes. E pyes atë drejtorin e policisë Shkodrës. Është mirë namën të koksai. Ku i dëgon policët? Zoti Islami ju thatë se Edi Rama me shumë gjasa brenda marsit mund të rrëzohet nga pushteti dhe ka sinjalet forta kryesisht nga Gjermania ku i kanë treguar po themi i kanë vendosur kufirin tek thana sa i përket procesit të integrimit dhe i kanë kërkuar që të luftoj vërtet korrupsionin siç është në rastin e Belinda Ballukut. A mendoni se Edi Ramës mund t'i vi vërtet rrëzimi nga pushteti pikërisht nga Gjermania dhe në këtë rast po themi është kapur ose ka kryetur keq me mielin e Gjermanit? Shiko, ne dy vende kemi në Europë që janë dashamirës dhe kemi rënjë të përbashkëta në Europë. Gjermanët dhe austriakët. Pra që janë pak a shumë janë njëti popull. Kemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemi është që Edi Rama përfiton tani sepse Amerika është e zënë me problemi me çështjen e lindjes mesme me Iranin dhe me Izraelin. Po ajo është një temë të cilën nuk kam qejf ta diskutoj sepse kam mendimet e mia, pretendimet e mia, nuk më pëlqen të diskutoj atje. Ndërsa për Edi Ramën, ata kanë thënë troç, shkurt, prerë, qartë, qëro nga pushteti ka. Shqip. Dhe ai e di këtë gjë. Deri tani nuk janë njohur zgjedhjet këto të tëra, por ata nuk duan që të krijohet në Shqipëri, të krijohet katrahur dhe kësaj i trëmben, jo i trëmben, kësaj i ruhen. Dhe këta të dy, qetë e parmendës, qoftë Salihu, qoftë Edi Rama, i krisht atë duan të bëjnë, të krijojnë katrahur që të thonë, ja e shikon, na erdhi nga revolta e popullit të rrëzimi, jo zotëri, nuk do t'u japin atë kënaqësi. As Evropa nuk do t'i lërë që të bëjnë në festat të dytë, as Amerika. Të mos presin fare, po t'ikin si djemë të mirë që janë, të venë në djallë nga kanë ardhur, edhe të lirojnë popullin shqiptar të jetoj lirë në Shqipëri. Sepse qënia e këtyre të dyve në krye të politikës shqiptare pengon ardhjen e emigrantëve në Shqipëri. Ndërkohë, nxit posatisjen e vendit nga punëtorët, nga rinia, nga ardhmja e vendit, nga inteligjenca, nga të tëra. Pra këta janë kriminal, janë antikombëtar, të dy. Avokat Edi Rama tha se Belinda Balluku 3 herë ma kërkoi dorëheqjen, por pas kësaj kërkese për dorëheqje, ai shkoi dhe shkarkoi vet. Si e shpjegoni ju këtë rast? Vërtet e besuat që ta ka dhënë dorëheqjen e 3 herë dhe nuk e la kyja. Të lutem se po ti je personalitet të pak të ka detarisht, po ta them troç fare. Si e pranon të këtë edhe ma thua moj që ka thënë, pas ka thënë, që ajo ka dhënë dorëheqjen. Ai as ka bëj si konstatim atë që ka thënë. Po mos e besoni u zotëri, mos ma thoni mua të pak, se ma caron nevrat mua kur më thua që ka dhënë dorëheqjen. Fakti që unë e konstatoj, nuk do të thotë se e besoj. Të pak të mos ma thuaj mua. Ai është mashtruesi më ordiner që mund të ketë. Ai është mashtrues si ata, nuk lozën ata këtu papasi, aty papasi, ku është papasi, ata lozën me letra, bigjosçi, me ato kartone. Është i tillë gënjeshtar ai, tillë mashtrues, ai s'ka karakter, ai s'ka personalitet. Ai është bërë tani, është bërë si parjela me thonë tiranë të mos përdorur në fjalë tjetër. Po në këtë rast, çfarë pret Belinda Ballukun? A do të lejoj kuvendi që asaj të hiqet imuniteti dhe më pas s'pak të veproj për të arrestuar? Nuk do lejoj kuvendi, i thaj ka sa jep dorëheqjen, i tha asaj, po për të arrestuar nuk do lejoj. Janë bashkë ata.
Janë bandë hajdutës që të e bandë kriminellit që kanë uzurpuar politikën. Hanë shqip shqiptarët apo nuk hanë shqip. Janë bandë kriminellit në kryet të shtetit shqiptar. Janë bandë kriminellit të ndërsyer nga Sorosi për të shkatëruar Shqipërinë dhe për të aboshatisur Shqipërinë. Atë funksion kanë, atë detyrë bëjnë, atë detyrë kanë marrë. Po në këtë rast, a mendoni se Belinda Balluku ka prova kundër Edi Ramës që mund ta shantazhoj, mund ta kërcënoj apo ta zhysë një herë e mirë? Nisur nga deklaratat ose mesazhet që ka dërguar ajo që i ka thënë, po e përthes prapë se kam thënë tek emisioni juaj. Ajo ka thënë që unë nuk do të lejoj ty që të më bësh mua atë që baba yt i bëri gjyshit tim. Pra i kanë zhveshur shpatat ata, ka mbaruar ajo punë. Do të theksoj edhe një herë keqardhjen time për mamicën, që tha, ky është Skënderbeu i Shqipërisë, tha. O zoti i madh, vetë e thot, ky është Skënderbeu i Shqipërisë. Dhe shikojini marrëdhëniet e këtij me oligarkët dhe me ndërtuesit. Kanë bërë një kelbësir atë, një turp të botës, një kokë që s'ngjan me kokë njeriu, po ngjan me kokë tjetër, në qendër Tiranës, krah Pallatit të Kulturës, dhe deri aty ka arritur sa të përjetësoj surratin e tij atje. Unë mendoj që ajo ndërtesë do të shkatërrohet, se që janë shkatëruar shumë ndërtesa të tjera, sepse nuk ka vend një ndërtesë e tillë dhe një projekt të tillë në qendër të Tiranës. Megjithatë, se bota ka parë shumë diktatorë. Po ky nuk është diktator, o zotëri, nuk është diktator ky ja. Ky ka mbetur pushtetin në dorë dhe ky është një aventurier. Ai duhet aventurier, se ta dim shumë. Zot Islami, ju e përmendët Elisa Spiropalin dhe shkarkimin e saj, po ju si mendoni, cila është arsyeja konkrete që Edi Rama e shkarkoi Elisa Spiropalin, apo duke qenë se ishte një rivale Belinda Ballukut, duke shkarkuar Belinda Ballukun, Elisa Spiropali ishte një dëm kolateral në këtë rast? Jo, e shkarkoi se ajo se pa aftë fare, ajo është që përlin la prake o vlatë që ajo për diplomate mërë që bëni kështu. Po pse Edi Ramës i intereson niveli i diplomacisë shqiptare? Po jo dhe të diskreditohet në botë si po diskreditohet gjatë mbretërimit të asaj në Ministrinë e Jashtme, janë turpe. Por e këto që bënë në Shqipëri nuk kanë të kaluar, nuk kanë në analet e diplomacisë botërore. Të marrë si një vajzë nga në haltë sajnë, punë sajnë, temi atë që është me kërkesë normale për të marrë pjesë në politikë, po jo ti ngarkosh atë punë dhe atë detyrë dhe atë pozitë të cilën ajo nuk e ngrëdot. I jep një barë, i jep gomarit barën e deves, e kupton, nuk ka bërvaki kjo, vetëm Shqipëri do. Mirë po, Edi Ramës i duhen njerëz të paaft, sepse bazohet gjithnjë në postulatin kriminal, më mirë një gomar besnik se sa një ministër të dëgjuar. Dhe pikërisht këtë ka zbatuar Edi Rama sot e kësaj dite. Po sa i përket shkarkimit të ministrit të mbrojtjes Piero Vëngu, për të cilin aludohet se ky shkarkim është bërë për të parandaluar, po themi, ose për t'i paraprirë një arrestim të mundshëm nga ana e SPAK-ut, sa i përket aferave në portin e Durrësit? Në radhë parë, ai ka probleme me portin e Durrësit, me vjedhjet galopante dhe me sabotimet që janë bërë atje. Por unë nuk kisha thënë para pak kohësh juve, duhet të kujtohet mirë, dhe shikoni arkivin tuaj që kam thënë, ai është një grek dhe nuk i takon të jetë në Ministrinë e Mbrojtjes të Shqipërisë. Madje duhet të them që shkarkoi dhe 2 kushëri të tjerë të tij që kanë mbetur akoma dhënës ministra në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse ai i vari ujkut më qit në qafë. Ja dha Ministrinë e Mbrojtjes, ja dha grekun, me qëllim që Ministria e Mbrojtjes të mos ngrërë zërin për deti që duan të uzurpojnë grekët dhe për pretendimet territoriale që ka Greqia. Për Greqinë zotëri do bëjmë një emision apo sapat se kemi prova sa të duash dhe materiale sa të duash që Greqia por na shkel ditë për ditë
dhe ne nuk kemi kush na vroj, ne nuk kemi kush na përfaqësoj. Po pse nuk është patrioti i madh Edi Rama, sepse ai bëri gjithë ato deklaratë në bordin e paqes për vetë Hashim Thaçin. Edhe një herë të lutem. Çfarë deklaratë bëri? Që gjykata speciale e Hagës është duke e trajtuar në mënyrë të padrejtë, sidomos prokuroria, vetë figurën e Hashim Thaçit. Ditë për ditë i lexoni intervistat dhe informacionet që vijnë nga Kosova për Hashim Thaçin apo se lexoni? Hashim Thaçi ka kulturë të Hashim Thaçi ka kulturë të mëdha, borxhe të mëdha popullit të Kosovës. Dhe ushtarëve të UÇK-s që luftuan në front dhe tani fatmirësisht e kanë jetën qelepir, se ata vajtën në luftë për të vrarë. Hashim Thaçi nuk fliste kurrë me Adem Jasharin dhe ishte në armiqësi me Adem Jasharin. Hashim Thaçi ka shumë në kurrizë me qytetarët e Kosovës, jo me serbët. Me serbët, le që ai njërë pse e quajmë luftëtar të UÇK-s, ai s'ka qenë asnjëherë në luftë, e ka deklaruar vetë. Gjarpri, pseudonimi Gjarpri, nuk ka qenë në luftë. Po e përsëris dhe njerë ta dëgjojnë ata që nuk e kanë dëgjuar këtë deklaratë time. Zonja e ndjera, Indri Shpirti, Madeleine Albright, ish ministre e jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë kohës që po pritej firmosja e marrëveshjes në Rambouillet, rezolutës së Rambouillet çfarë ishte ajo, po nuk la minutë dhe orë pa folur, pa bërë thirrje për televizione. Ku është Hashim Thaçi se po na pengon? Dhe Hashim Thaçi bëri atë që e kërkonte në qiell dhe ja dha dhurat, ja dha Hashim Thaçi Miloševićit. E vonoi 15 ditë në nënshkrimin e Rambouillets, po kjo e mjaftueshme për të armatosur plotësisht Kosovën me tanke dhe me artilleri Miloševići. Ja këtë ka bërë Hashim Thaçi. Për këto duhet të dënohet Hashim Thaçi. Edhe leç më thonë mua dënohet UÇK-ja, s'është e vërtetë. UÇK ka bërë luftë qeveritare, luftë burrat, dhe UÇK-ja ka dhëdur gjak në Kosovë. Amerikanët hodhën bomba dhe ndihmuan nga ajri, por në teren ishin ushtarët e UÇK-s. Janë dhjetra djemë dhe vajza që kanë dhënë jetën në Kosovë, dhe 16 vjeçar. Dhe Hashim Thaçi nuk ka bërë asnjëherë nuk i ka kërkuar Miloševićit ose këtij Vučićit ku janë 1600 humbur. Ku janë? Më gjeni një deklaratë të tillë ose një kërkesë të tillë, asnjëherë. Për të mos thënë pastaj për atë Ballkanin e hapur e të tjera që bashkë me këtë banditin ton, bandit ky e rrugacin ton u dhe shteti shqiptar, që drejtoi qeverin, që kërkuan që ajo Serbia Kosova të hapej fare kufiri Kosovës, që të gjithë lufta bëhet të dalë ajo Serbia në Adriatik. Kjo është ëndra e Serbisë, të dalë në Adriatik, dhe ky me Hashim Thaçin dëshmon ta realizonin këtë. Falë zotit kemi një mik të jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i thanë stop, u dhe Hashim Thaçit dhe këtij. Se këta i kanë bërë të tëra përpjekje për ta shitur Shqipërinë dhe Kosovën. Zoti Islami, si e shpjegoni qëndrimin e Edi Ramës, i cili në Washington në bordin e paqes foli për padrejtësinë që po i bëhet UÇK-s dhe Hashim Thaçit sipas tij në gjykatën speciale të Hagës, dhe vetëm ditën e djeshme u bashkua së bashku me Aleksandar Vučić dhe bëri një shkrim në gazetën gjermane Allgemeine Zeitung, ku propozonte një projekt tjetër për integrimin në Bashkimin Evropian. Çfarë është ky personalitet politik që njëherë bën adhetarin, patriotin, pastaj shkon tek Vučići, pastaj rikthehet më pas si patriot i madh? Po ti e di dhe ju e di dhe shqiptarët e dinë që zyrat e Beogradit kanë të tërë dokumentacionin e krijimit të komunizmit në Shqipëri që nga 41 deri sot e kësaj dite. Dhe ka marrë urdhër, janë shënuar rripat nga Vučići dhe ka thënë shko tani dhe do bësh këtë deklaratë. Dhe ky është shërbëtor besnik i Beogradit. Dhe zbaton pik për pik, një për një ato që japin ato urdhëra që japin në Beograd. Ky zotëri
i shërben Beogradit, jo shqiptarëve. Ky u shërben masonëve, jo shqiptarëve. Ky u shërben hebrejve, jo shqiptarëve. Ky u shërben Netanyahut, jo shqiptarëve. Ky u shërben krimit. Po e të prapë krimit. Dhe jo shqiptarëve, jo popullit shqiptar, jo Shqipërisë, e cila është vendi më i pasur në Ballkan dhe ka popullin më të varfër për në Ballkan. Ky është Edi Rama. Por s'ka kush i dalë përpara. Kto i lumt. Në këtë rast, apo kërkon që Edi Rama të shpëtojë lëkurën e tij në raport me Bashkimin Evropian, duke qenë se është përballur me kritika ditët e fundit sa i përket pjesës së korrupsionit, sidomos kritika që kanë ardhur nga Gjermania, dhe me këtë propozim që bën me Aleksandr Vučić, ku integrimi të jetë vetëm në aspektin ekonomik, edhe pse Shqipëria ka tregti me vendet e Bashkimit Evropian, ai devion rrugën ku deri dje thoshte që Shqipëria do integrohet në vitin 2030 në Bashkimin Evropian. Problemi i këtij njeriu ka dy probleme. E para njerë që është shërbëtor dhe spion i Beogradit, e dyta ai harron se ç'thot. Ai harron deklaratat që bën. Ai çka thën dje nuk e mban mend, shkoni pyeteni. Çka thën filan datë, filan mbledhje ose konferencë ose intervistë, nuk mban mend. Sepse ai do them një fjalë, ose po e them lesët, bolla kam tepruar me këto fjalë të popullit që janë zënë vend 100% tek ai. Por ai është një gjë që duhet ta zëmërgoj fare, vetëm s'kemi që bëjmë se akoma ka protokolle kryeministri. Ja ka që thjesht. Po, Zoti Islami, me këtë situatë ku ndodhet Edi Rama, a ka një grup në Partinë Socialiste, një grup eksponentësh të kësaj force politike që mund të thotë një moment që tani është mjaft, është boll, çfarë ka bërë ky njeri? Nuk ka, sepse ata që qenë dhe që duhet t'ia thoshin këtë gjë dhe që kishin tru, po e theksoj që kishin tru dhe e donin të vend, ata i ka spastruar me kohë dhe ka marrë ca bryla atje që se kanë ide fare se ç'është politika, që se kanë ide fare ç'është ekonomia, që se kanë ide fare, ata nuk din ku janë. Ata gjë din mirë, të vejt muaj të marrën ato 5 milion lekë që marrën nga shqiptarët, atë din mirë ata. Tjetër gjë nuk din, sepse ata shikojnë që këtë ditë për ditë hiqe vur. Ky ku ka marrë pushtetin deri tani ka ndruar një 10 qeveri. Ku janë? Përse? Çfarë i bën? Ku stonuan ata dhe dolli ky shkëlqeu ky mendje madhe. Ora ky është një debil i çmendur që i ka kaluar të tëra kufit e çmendurisë. Në këtë rast, ju si e shikoni vetë të ardhmen e vendit dhe vetë të ardhmen, po themi, të qeverisë së kryeministit Edi Rama, sa jetë gjatë mund të jetë ajo? Jo, kjo qeveri brenda këtij muaji ka rënë, ka mbaruar ajo punë, po nuk di ç'plane ka Perëndimi dhe ç'plane kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dua apo s'dua, po e them prapë, shpresoj që në momentin që do qërohet nga pushteti, ta marrë pushtetin qeveria teknike që ka krijuar misioneri amerikan që ka ardhur aty dhe që ka krijuar një qeveri teknike me 13 ministra, do zoti që ai të bëjë realitet ato që ka thënë dhe që i thot dark për dark nëpër media. E shpresoj këtë që ta bëj, sepse për atë ka ardhur, për atë kanë sjellë kështu amerikanët, edhe pse nuk ka deklaruar se kush e ka dërguar dhe kush janë çfarë janë, por e kemi të qartë se kush e ka dërguar dhe pse e ka dërguar. Pra shpresoj që ai të marrë situatën dorë dhe të çojë qeverinë teknike për të përgatitur vendin për zgjedhje, për të ndryshuar sistemin politik, për të bërë ato ndryshime që ka thënë dhe për ta kthyer Shqipërinë në Republikë Presidenciale me 41 senatorë dhe 80 deputet. Zoti Islami dhe pyetja e fundit, po spaku në këtë rast, çfarë roli do ketë në goditjen ndaj Edi Ramës? Në qoftë se ju kujtohet, sa kohë ka që është emëruar kryetari i Spakut? U bën 2 muaj sa u bën? Po, në janar, po. Pra u bën 2 muaj.
që në momentin e parë unë ju kam thënë juve që mos prisni asnjë gjë nga ky kryetari i ri Spaku, sepse është një komunist, se gjithë komunistët e tjerë. Ndoshta është herët. Ku ka është herët, mo? Zotri, more detyrën, sot more detyrën nëse fillo punën. Që shkjo është herët. Qa pret herët, mos e duaj më këtë, se e gazetar me përvojti. Jo, zotri, si që ka herët. Nuk e bënej, asnjë gjë nuk do bëjaj. Fare. Ai ishte komunist si gjithë komunistët e tjerë, nga një familje e thekur komuniste, komunist ekstremist, dhe është ai person që nxori dhe propagandoi dhe dënoi me të ashtu quajturin falsifikim intelektual që nuk figuron gjëkundi në kodin penal shqiptar. Ky është Klodian Brahu. Pra mos prisni gjë nga ai. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë të falenderoj ty. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.